Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. 9 sekrete, ja çfarë duhet të bëjnë 50 vjeçarët që të jetojnë më gjatë dhe shëndetshëm deri në 100 vjeç. Të jetosh 100 vjet dhe të arrish i lumtur është ëndra e shumë kujt. E bukur është që të qenë i lumtur ndihmon që të jetosh 100 vjeç. E rëndësishme është të mbash gjallë dashurinë duke kuruar shpirtin dhe trupin. Të rrethohesh nga dashuria, të mbash familjen e bashkuar edhe kur fëmijët rriten, të bëhesh gjysh për t'u dorëzuar eksperiencave tuaj bazuar në të ardhmen, janë baza e piramidës për një jetë të gjatë e përpunuar nga Dan Buettner, zbuluesi i zonave blu, 5 zonat ku përqendrohet përqindja më e lartë e 100 vjeçarëve të botës. Duke studiuar në terma jetën e këtyre komuniteteve, Buettner dhe disa skuadra të tij të Institutit të National Geographic kanë zbuluar se lidhjet afektive dhe shpirtërore fitojnë në vendin e parë në klasifikimin e 10 faktorëve që ndikojnë për të jetuar gjatë. Para një dite të shëndetshme, para aktivitetit fizik dhe luftës kundër ndotjes, njeriu është mbi të gjitha një kafshë sociale e lindur për të dashur, si dhe për të besuar në diçka, sepse edhe besimi ndihmon. Vendosja e familjes para gjithçkaje është çelësi kryesor për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme për të jetuar deri në 100 vjet, citon Dan Buettner. Cili është fylli i kuq që lidhet në 5 zonat blu? Lidhjet familjare. Në ishullin e detit të Egej, që së bashku me komunitetin e Sardenjës mburen me përqindjen më të lartë të 100 vjeçarëve në Europë, banorët jetojnë me peshkim dhe blegtori, duke trashëguar zejet e tyre nga ajati të Ibirit. Ata i mbajnë gjallë traditat kulturore dhe të moshuarit nuk përfundojnë në azile të pleqve. Luajnë edhe një ruajtje të rolit të tyre duke i mësuar niprit dhe stërnipnit të kultivojnë tokën, peshkimin, kullotin e baktive të tjera. Në 14 fshatrat me jetëgjatësinë më të lartë, gratë u mësojnë të rinjve se si të rritin perime në kopësht, të përgatisin bukën, të bëjnë djathë në shtëpi. Kështu të moshuarit ndjehen edhe të dobishëm, mbajnë nën kontroll rolin, trashëgojnë njohuritë e tyre. Në Itali, sëmundjet kronike si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare dhe ato mund të jenë më të ulta te 90 vjeçarët, gati 5 herë më të ulta se te 50 vjeçarët, që regjistrojnë gjithashtu edhe shkallën më të lartë të jetëgjatësisë. Kultivimi i vlerave të mirëqenies së mirëfillt është çelësi tjetër për të jetuar deri në 100 vjeç, citon Buettner. Japonia mban rekordin botëror të jetëgjatësisë dhe ato shijojnë së bashku edhe saken, si dhe përditësohen në lajmet e ditës, tregon Dan Buettner. Të pesta kanë rreth 102 vite nga jeta e tyre dhe janë mike para 97 viteve, duke e njohur njëra tjetrën në kopshtin e fëmijëve. Disa janë të veja, të tjera jo, dhe kur sëmuren ndihmojnë njëra tjetrën. Në paqësor në Loma Linda, në qytet i vogël me 20.000 banor në jugun e Kalifornisë, komuniteti i shton edhe më shumë aktivitetet e të moshuarve, duke shtuar kështu edhe mundësinë për të bërë vrap. Vrapimi i trupit mund ta mbajë atë aktiv dhe gjithashtu përkujdesja për të vegjëlit, sipas Dan Buettner, është çelësi për jetëgjatësinë e tyre. Për të jetuar gjatë dhe shëndetshëm, duhet të ushqesh shpirtin. Cilësia tjetër e përbashkët e 100 vjeçarëve në zonat blu është besimi në diçka që shton përtej jetës toksore. Pastorët e Gena Grunetës ruajnë edhe kultin e shenjtë të shpjegimit të shëndetit të tyre, dhe gjithashtu eksperti Giovanni Pes, kërkuesi i Departamentit të Shkencave të Biokimisë në Universitetin e Sasarit, beson se besimet që gjenden edhe midis banorëve të Nikosias në festën katolike midis tyre në Itali dhe besime të ndryshme nxisin gjithashtu ushqimin e shpirtit, i cili është çelësi kryesor për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme në zonat blu të këtyre vendeve. Njerëzit vazhdimisht zbatojnë një sër praktikash dhe shprehjes se kanë një proces të ngadaltë të plakjes.
Në bazë të provave shkencore thuhet se po rritet gjithmonë e më shumë numri i njerëzve që ekzistojnë ndaj përfitimeve të mëdha si dhe përmirësojnë shëndetin kundër plakjes. Por ekspertët shëndetësorë thonë se ekspozimi ndaj të ftohtit shërben për të rritur prodhimin e neurotransmetuesve si dopamina të cilët rrisin energjinë e trupit. Një mënyrë sipas ekspertëve të thajnë për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të shtuar jetëgjatësinë është agjerimi. Sipas ulëntimeve, ngrënia e vakteve me kohë të kufizuar mund të ketë përfitime shëndetësore, por ato me diabet dhe obezitet si dhe ndihmon në uljen e stresit. Cilësia e gjumit po ashtu do të përmirësohet. Dieta është çelësi i një jete të gjatë dhe të shëndetshme. Sipas studimeve, dieta me proteina shtatëzore ndihmon njerëzit që të ndihen më mirë dhe njerëzit që konsumojnë vazhdimisht vetëm perime priren të arrijnë në moshën 100 vjeçare, por kjo nuk do të thotë të hiqni dorë edhe nga kënaqësitë tuaja. Drita e kuqe. Ekspozimi ndaj dritës së kuqe nga 5 deri në 20 minuta rrit prodhimin e adenozinës, i cili është përbërësi që siguron ruajtjen e energjisë për qelizat. Metamorfina është një pilulë për diabetin, por që përdoret gjithmonë më shumë si një mënyrë për të përmirësuar mënyrën se si njerëzit plaken për të ngadalësuar shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme ose humbjen e shikimit. Por kjo duhet të merret gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku dhe asnjëherë sipas mundësive tuaja. Shkenca mund të ketë përgjigje nëse ju do të jetoni 100 vite ose jo. Sipas një studimi amerikan që miratohet për këtë çështje që prej viteve 1995 kanë arritur në përfundimin për arsyet pse njerëzit jetojnë më gjatë. Në këtë video do të listojmë arsyet pse disa njerëz jetojnë me shekuj të tërë. Njerëzit që jetojnë më gjatë nuk janë të stresuar. Studiuesit besojnë se shumica e 100 vjeçarëve ballafaqohen shumë më mirë me stresin. Personat që jetojnë në 100 vite nuk janë mbi peshë. Shumë njerëz që jetojnë gjatë nuk janë mbi peshë dhe madje disa prej tyre janë edhe fatanik. Dëshironi të jetoni më gjatë, mos pini duhan. 100 vjeçarët rrallë pinë duhan ose pothuajse asnjëherë. Kanë aftësi mendore më të mirë. Shumica e personave 100 vjeçar nuk e humbasin aftësinë mendore. Gratë 100 vjeçare kanë lindur në moshë të thyer. Gratë që bëjnë fëmijë në moshën 40 vjeç e tepërt kanë 4 herë më shumë mundësi që jetojnë në 100 vite. Ulënduesit zbulojnë se aftësia e disa grave për të lindur në moshën 40 vjeçare tregon se këto gra plaken më ngadalë, dhe ato ndikojnë gjithashtu në shëndetin e tyre. Sipas ekspertëve, ngrënia e një filxhani me fasule në ditë mund të shtojë 4 vite jetë. Bishtajorët konsiderohen si ushqim i mirë për jetëgjatësinë për shkak të përmbajtjes së lartë të proteinave, fibrave dhe antioksidantëve, por cilat janë përfitime shëndetësore të bishtajorëve në jetëgjatësi. Shëndeti i zorëve është një temë e rëndësishme në ushqyerjen dhe fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrave të cilat forcojnë mikrobiomën e zorëve. Në fakt, qiqrat ofrojnë 44% të nevojës ditore për fibër në vetëm gjysmë filxhan. Edhe pse mund të ndjeheni të fryrë kur filloni të rrisni konsumin tuaj, kjo është normale dhe tregon se bakteriet e zorëve tuaja ushqehen me fibra. Bishtajat janë gjithashtu të pasur me ekur, magnez dhe folat. Ekuri është thelbësor për energjinë dhe veçanërisht gratë mund të kenë mungesë. Magnezi kontribon në shëndetin e zemrës, të kockave dhe të trurit, ndërkohë që përmirësohet gjumi dhe reduktohet stresi. Acidi folik është i rëndësishëm për shëndetin paralindjes dhe rigjenerimin e qelizave. Edhe pse bishtajat janë të mbushura me lëndë ushqyese, ato nuk janë të mjaftueshme për të ruajtur shëndetin tuaj. Një dietë e ekuilibruar e pasur me ushqime të shëndetshme, stërvitja e rregullt, konsumi moderuar i alkoolit, gjumi mjaftueshëm dhe mënyra për të reduktuar stresin janë elementet kryesorë për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Vetëm kështu do të arrini që të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që gjithmonë të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo shqetësim të mundshëm që mund të keni, pasi në të kundërt, problemet me imunitetin ju kushtojnë edhe jetëgjatësinë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj,
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë